Në fshatin piktoresk të Sinicës u kremtua dhe këtë vit festa e shënkollit, një traditë e hershme që tashmë është kthyer në festën simbol të gjithë komunitetit, pa dallim feje apo bindjeje. Sinicar të ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë, por edhe emigrantë që jetojnë jashtë vendit, u mlodhën në vendlindjen e tyre për të ndarë së bashku këtë ditë veçantë në një atmosferë bashkimi dhe respekti. Kremtimet nisën me meshën solemne në kishën e shënkollit, e cila u drejtua nga mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tim Zot Anastasi. Në fjalën e tij ai përcolli mesazhe paqeje, dashurie dhe armonie mes njerëzve, duke vlerësuar ruajtjen e traditave dhe unitetin që karakterizon fshatin e Sinicës. Pas ceremonisë fetare, festa vijoi në sheshin e shkollës së fshatit, ku banorë të ftuar dhe vizitorë kaluan momente festive nën tingujt e muzikës tradicionale, këngëve dhe valleve karakteristike të zonës. Tryezat e mbushura me gatime tradicionale dhe mikpritja e sinicarëve i dhan festës një atmosferë të ngrohtë familjare. Më 20 maj kemi festën të shënkollit të kishës, e cila është për vitesh festar, lidhen ortodoks pa dallim feje dhe musliman bashkë. Edhe besi festë plus shënkollit edhe festa tradicionale e fshatit Sinicë lidhen Amerika nga gjithë Shqipëria, ku janë banorët e fshatit larguar. Pa dallim feje këtu, se është një fshat që ka tolerancën fetare në maksimum, kanë jetuar prej shekujsh bashkë dhe kështu që dhe festat i bëjnë bashkë. Në emër të shoqatës Devoli unë i shpreh të gjithë sinicarëve, kudo ku ndodhen, qoftë në fshat, po qoftë edhe në Shqipëri, po edhe më larg në vendet e huaja siç është Amerika apo Australia, kudo, i shpreh festën gëzuar dhe gjithmonë festa paqen. Të jenë të lumtur, të gëzuar dhe kështu të bashkuar siç janë sot, qofshin gjithmonë të rjetën. Çdo vit në 20 maj kur kam ikur në Amerikë, unë vi në Sinicë për të festuar së bashku me bashkëtarët e një ditë në shënkollit. Është një ditë e veçantë, ne muslimanët krishterë, si vëllezër, si motra festojmë bashkë. Unë kur vi në Shqipëri, po edhe në Sinicë, më përtrihet jeta, jo them sinqerisht. Jam 80 vjet, po tani që kam marrë Sinicë, më duket sikur jam 25. Festa e shënkollit në Sinicë mbetet një ndër aktivitetet më të rëndësishme për banorët e zonës, duke shërbyer jo vetëm si një kremtim fetar, por edhe si një ditë bashkimi për të gjithë bijtë e fshatit, kudo që jetojnë.